më tha vetëm mamën e tashur. Sa e dhimbshme. Ula kokën, bëja që më thoshin. Aty e lajmat, më del në ndër edhe më thot, nuk kam vdekur, jam gjallë. Se deri me s'kam pa lumturi me sy. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jemi në Michigan, do të hap dritaren për një shqiptare, një 76 vjeçare me emrin Natasha Dushku, e cila do rrëfej historinë e saj të vështirë në Shqipëri, një nën me një zemër të plagosur. Por sot ajo është në kërkim të diçka e tjetër që nuk ka lidhje me familjen që krijoi në Shqipëri në qytetin e Elbasanit. Kush është historia? Do të jetë vetë Natasha që do e rrëfej ditën e sotme, kështu që është duke më pritur, hap dritaren dhe e përshëndes. Natasha, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Amerika. Në çfarë shteti? Zemrën e shpirtin e kam në Shqipëri, po çfarë bëj nga e keqja rri këtu. Sa vite ke që jeton në Amerikë? 20 vjet. 20 vite, në çfarë shteti je? Në Michigan. Në Michigan. Michigan, e. E dashur Natasha, më ke shkruajtur dhe kërkoje që të ishe në një live me mua se ke një histori. Po. Kush është historia e juaj? Kur kam lindur unë, ne kemi qenë në Tiranë. Babi ka qenë ushtarak. Edhe kur kam lindur unë, kam qenë 2 vjeç, mama lindi motrën tjetër, edhe vdiq në lindje. Çfarë viti bëhet fjalë? 1952. Në Tiranë ka lindur motra në 1952. Në Tiranë, të dyja. 2 motra aty kemi lind, Tiranë. Po. Edhe tani kur me që vdiq mamaja, mu më kishin marrë si që e di kur e ka marrë vesh të muhabet, moshi 11 vjeç që se kisha maman time. Vdiq në lindje. Lindi i vajzën edhe hemorragji cerebrale, edhe ja dhap e vdiq në lindje nga hemorragjia cerebrale, siç më ka treguar natë. Edhe nga që lindi aty e lajmat në spital maternitetin e Tiranës që ka qenë ai kush ka qenë përpara. Unë kam qenë 2 vjeçe, mu më kanë marrë njerëzit e mamas në Korçë, fshatrat e Korçës, edhe unë 5 vjeç më ka marrë i matë. Kur u martu me këtë maman tjetër, 5 vjeç, më mori nga gjyshja nga dajlarët e mi, edhe zdoshin me lishin si që më tregojnë, çdo gjë është me tregu me se vetë 2 vjeç. Mund të mas gjë, edhe 5 vjetë që kam qenë nuk ma e men fare as për dajlar, as për gjysh, as për ja. Dhe ti je në kërkim të motrës tënde? Po. Që është 2 vite më e madhe se ty? Më e vogël? Jo, 2 vite më e vogël. Më e vogël se ty. Ti je datinja 1950, ajo është 1952. 52. Por, çfarë të ka treguar babai për motrën? Motra lindi mirë, vetëm nëna fatkeqësisht vdiq. Jo, nëna vdiq, motra lindi në rregull. Pa jo nga që nuk vdiq me njerë, si që thot i matë, edhe nuk e zinte me goj fare atë se e pa që ta unë do vdesta, po mante në goj vetëm emrin tim me që po më linte mu. Edhe kajto është, më tha vetëm mamën e tashur. Sa e dhimbshme. Edhe 26 vjeç kishte qenë. Dhe ti nuk e ke njohur kurrë nënën tënde? Jo, se maj men, 2 vjetë, se maj men fare. Edhe aty në Tiranë, në shtëpiat ku kemi qenë, pas kemi qenë me një shtëpi me kocizozën. Edhe ajo shtëpia ka qenë e kocizozë, këto futu në ushtarake e shtëpia nga që u arrestua i, edhe shoqja ka qenë me një shtëpi me neve.
se i mati ishte ushtarak kështu me policinë, jo me ushtrin. Edhe me vetëm lanë në rrugën që më shëtiste i matë me biciklet gjithë jetës majmen. Si nëndër. E dashur, Natasha, ju jeni 70 sa vjeç jeni? 76 më vushat si vjetë. Edhe 100. Motra i bjet jetë 74. Ajo duhet jetë 74. Ke qenë 11 vjeçe kur mësove që kishe një motër. Se kisha nënën time, motrën dhe mora vesh më vonë. Ma tregoj vetë kjo mamaja që më rriti ma tregoj, se i madh nuk e zinte me goj atë motrën time fare, se ishte gjatë, se kishte vdek, se qysh, unë s'mora vesh, nga mamaja që më rriti më tregoj, që për këtë e mora vesh 11 vjeç që s'ishte mamaja ime, nga i komshie, si që jemi ne në Shqipëri, që ajo më tha që mama ka vdekur në lindje, ka lind një vajzë tjetër, po unë, kur më mori babi, më tha kam një vajzë, kur erdha në Tiranë, më tha kam 2, i thash jo, më ke tha një do të maj, të dytë nuk të maj. Edhe u detyrun e qunë spitali e qoj një timore, se i kishton një matë që kur të martojmë do të marë. Mi po ajo se kishte pranu, edhe kishin qoj një timore të Korçës. Ndalemi pak e dashur Natasha, momentin që ti mësove që gruaja që i thrisje nën, nuk ishte nëna jote, e mësove nga një komshi, kë pyete direkt nënën apo babain? Babain pyeta. Dhe a i ta pohoj? A i më tha, shu ka qenë, tha, nëna jote vdik në lindje, tha, që kismeti asaj, tha, unë e kam vujtë shumë, tha, po, kjo që e fati ime i asaj, tha. Edhe ka qenë gocë e vetme në familjet vetë, ka pas 4 shuna vetëm kjo gocë. Si e prite lajmin kur mësove që nuk ishte nëna jote, por ishte njerka, edhe pse ajo të ka rritur? Po, më ka rritur. Unë në moment pasaj fillova ato dyshimet e mia me motrat, se ishim 5 motra, një vlla, ishim 6 fëmijë. Babai solli një jetë me gruan e dytë edhe fëmijët e tjerë. Edhe 4 motra dhe një vlla, dhe unë isha 5, unë isha e madhja. Sigurisht. Edhe pasaj fillova kërkova gjyshen në mamas time, edhe më tha i madh do të dërgoj, tha në Korçë, tha aty janë se kishin arë nga fshati në Korçë, e do të dërgoj edhe vajta më qoj atje, më tregoj gjyshja të gjithë rrethanat, si që më tregoj kjo Maja, sa dinte nga i matë, tha shuqe, tha të morëm 5 vjeç, tha biles ka ardhë ka marrë me polici ytatë se s'doshim tipshim, tha. Me polici ka ardhë fshat ka marrë, tha. Edhe kështu, tha, po nga e mora gjithë cerebrale, di që tamam, si që më kishte thënë kjo mamaja që më rriti. E dashur Natasha, si ka qenë marrëdhënia jote me gruan e babait? Sa ajo të ka marrë të vogël, të ka rritur? Po, më ka rritur. Unë, marrëdhënia ime ka qenë se unë isha e madhja. Edhe një time kam qenë shumë e mbyllur, shumë e urtë, se kur e mora vesh, kështu, u vrava shumë, sa ula kokën, me gjithë që isha fëmijë, bëja që më thoshin. Sa kjo mamaja që më rriti më tha mu, shqyqyr që të pata ty gocën e burit, se të kisha pas ndër një nga këto pia do më kishin zirë në gojë të njerëzve. Sa që urt isha. Por e ke patur dashurinë e saj dhe ti i ke dhuruar dashuri? Po. Po i kisha dhe dashurinë e babit shumë. Normal, sepse... Ai më kishte pikë të dobët, bides kur i matë,
në familje, si që bajnë lafe, më ngrinte nga gjumi, ama më thoshtë hajde se babi është bas, ai kishe luftu edhe kishe paloloj gjërash, kishin vdek shokët të ke durët e ti dhe kishe kalu shumë trauma. Kjo e mamas time e kishe dërmuar shumë. Edhe thoshtë, hajde se nuk përmbahet aq që rëndzeur, edhe veja unë, thoshtë, ti si kur e neutralizon, për shdo gjë. Edhe kur donë të trifte në i fëmija e vinde më prizajtë, ta shë shpejtë se babi po rref motrën. Më kishte shumë handicap. Pika e dobët. Pikë të dobët. Unë biles merdi i natë, po a i vdik herët, 58 vjeç vdik i ri, edhe në moshën unë kam qenë 30 vjeç, 90, na që bi 30 vjeç. Edhe më del në ndër, pra na kjo më shtyu, më del në ndër edhe më thot, unë jam motra jote, nuk kam vdekur, jam gjallë. Thash qyqja, më fliste, mi po më dilqin shumë gjëra që ashiqare, se vetëm, sa e mushës atë kisha në i gjë, unë vetëm qaja. Edhe më thot, si kur më del në na ime, edhe thot, ti mos ki merak se të ruaj unë për shdoj gjë ty. Këtu jam unë, këtu po shpistate, edhe i shof në ujë, si puset, edhe këto mua beti që bëjme. Ju ja të rgoj një shoqës më punë, a i ishte moshe madhe, fatasha që ke shumë e drejtë, ka dala shiqare fare. Edhe i kem tim shoqë, shikyri e qushë, shikje thashën se da i uba për Ahmet. E pas ke unë burin nga kjo jetë? Nga i dhe buri dhe quni. 22 vjeç, ajo më ka për që ka marrë në Amerikë, atë kisha. Qofshin të parajsës. Rosh, faleminderit Longoja. Edhe i them ti më shoj që kështu, do ti në 91 ishin një avokat ke neve, kapet që kishe shqit fëmijë në Itali tjetimores. Aty, kom shikë për balë. Edhe i më thot i më shojoj tasha, kërkoj e motrën se shqit që ka bakë, ka qitë fëmijët e jetimores. Po ku ta kërkoj doli a i dashtino atere? Njerës të humbur, aty kam punuar unë. Kisha njoj që atere. Edhe unë 93-shin shtrojmë më delë si kur isha me kancer, me i vizit që bana, më doli një, si që i thonë të kujtë e madhë, ke këmbaj plagë e madhe, edhe vizitova, ato më thanë që në dispanceri. Atje vizitova, a i më tha, do vish dite anë ma është përgjigje, vete me qunin në shkreta, a i doktori, sa po thoshte që ne dyshojmë, e thash mos bërtisem në gjonë qunin, thash edhe tristohet. Edhe, së më bëri për shtypi për vete, kisha halë në qunin, edhe se urrita si urrita, hajtma, edhe i kanë ushtrova në Tiranë, do t'i kisha pas gjandra reumatizmale në mushkri më dollën. Nuk isha kancer. Edhe a i që fati im që vita fmit faktët. Edhe shi qa fati, sa do veja unë që dërgoja qunin në Tiranë, se kisha i dyqan ba e byrek bugas, atje kam punishtet pasave, edhe dolëm në asistencë, ishim pa punë të gjithë, vetëm edhe im shoj pa punë se e hoqëm për agitacion për bugas. E qartë. Në 89-ën, edhe ngellëm shumë keqe dhe detyrova, shqitësja këshu ke i barake, të masim familje, tjetoshim. Shuna qife qafati edhe nuk i kërkova më se unë ushtrova në spital, ne i ta 3 muaj në spital. E qartë, momenti që nisi të kërkoje për motrën, unë së mure. E kuptova. Do t'i goca fijohet, edhe vjen më thot në spital, mami, unë jam shtatzan. Ajo një me nuk ishe bajt vizitohet, se kishe prikat doktoreshën, po
po vjen thot unë jam shtazan. Që thash una? Po çfarë më nam thash? Ne s'kishim gjykoni. Tha, dola në spital me kokën time, huma dhe atë që japin, qa i thonë ati që japin... Kemp. Kemp, dojgja dhe kempi, na dojgji kempi, se dola me kokën time. Edhe nuk more epikrizën për të vazhduar procedurat. E dashur Natasha, dua të pyes, në moshën 11 vjeçare ti more vesh që nuk ishte nëna jote, por ishte Njerka. Sa vjeç ishe kur mësove që kishe një motër dhe si e mësove këtë histori? Po pra ma tha kjo, mamaja, kjo që më rriti më tha. Njëkohësisht, kur ke qenë 11 vjeç mësove edhe që kishe një motër dhe që nëna kishte vdekur. Po, nuk ma tha në atë mosh, ma ka thënë më të madhe. E pra, sa vjeç ke qenë kur more vesh që kishe motër? Kam qenë ke... Them unë, pa mosh 15-16 vjeç, që kam qenë. Por, besoj e ke pyetur babain, ke folur gjatë me babain në atë kohë. I mati ishte, si që kanë qenë ato të parët, ishte shumë në brik. Nuk i hapi do të muhabetet e mamas time fare. Edhe nuk guxoja ti thoja. Edhe kjo mama ime më tha, mos tregova se do thot kush ti tha ty këto muhabete. Edhe unë nuk e hapa gurën fare. Ti nuk e pyete asnjëherë babain? Derisa ishte i gjallë? Asnjëherë sa që i gjallë. Po, këtë punë, ai ka vdek në 8 vjetë 4, 8 vjetë 2, nuk e maj mend, edhe unë jam interesu, kur isha 30 vjeç, kur vdiq ai, atë fillova të kërkoj motrën unë. Pas vdekjes së babait? Pas vdekjes së babait. Por njerëzit e nënës, çfarë të treguan? Pra, babai e mori vajzën foshnjë në shtëpi, apo sa lindi e la aty në spital? Mu kjo më vjen çudi, se kur kërkova unë, i thash dhe i dajlarve të mi, se i kisha gjatë, se më vishin gjithmonë në Elbasan, i thash, po mire, thash unë, qysh motra ka qenë në Korç, ju në Korç, so që vërtet më thoshin, s'dishin gjë fare. Që ishte në shtëpinë e fëmijës në Korç? S'dishin gjë hiç, ja ka majt i matë, si duket që ka thanë, se nuk e mori kjo, se di pse e majt ai sekret, edhe gocat e darës time, sot i kësaj dite, më thonë se, plasa unë duke kërkuar në Elbasan, kishin alca kutia nga Korça të jetimores, ka pa atë që ishte aty në Elbasan, kam që deri, nësë kam kërku, po shqip më ka rjevë gjërat shumë keq, të thash. Por si e zbulove ti, se motra ka lindur në Tiranë, dhe nga Tirana ajo ka përfunduar në Korç. Si e zbulove ti që motra kishte kaluar në shtëpinë e fëmijës në Korç, ku ndoshta mund kishte kaluar dhe në Tiranë. Tirana kishte shtëpi. Jo, ma tha kjo mamaja, e kishte thamë babi. Është informacion nga babi, nga babai juaj. Nga babi, po, ai ja kishte tregu që i thash mbajni sa të marrë gruan, sa të martohem. Kjo s'ja pranoj, biles unë atere më erdi shumë rënë që se pranoj, se ta kisha motrën do isha dhe më ndryshe. Mi tha pa gjithë ka keqe fare, tha unë nuk një vajzi i pranoj, jo 2. Edhe që një timoret a i pasaj, po e kanë qu dhe nuk kanë pytë fare. Po të bëj një pyetje, babai sa vite pas vdekjes së nënës u martua? Mas 5 viteve. Por i bie që motra juaj deri në moshën 5 vjeçare ka qenë këtu në Tiranë, në shtëpinë e fëmijës në Tiranë, e sigurt. Dhe se spitali nuk e mban 5 vjeç. Këtë nuk e kam iden. Që ka qenë në Tiranë, apo e kanë qenë në Korç jetimore. Këtë nuk jam e sigurt të mos gënjej. Nga ajo që ti po më tregon, çfarë dyshoj unë, nga eksperienca ime, që motra juaj, çfarë emri vendosi babai? Eliana. Emër shumë i bukur. Eliana. Emër shumë i bukur. Eliana me mbiemër Baze. Baze. Eliana Baze, se Baze është mbiemri i babaj. Babai i ndjeri si quhej? Nevruz. Po nëna e ndjera? Sade.
Sepse unë dyshoj që në momenti që ka lindur motra juaj, babai mund ta ketë lënë aty derisa ai të martohet se s'ka patur mundësi ta rrisi vet. Dhe kështu e dinte kjo mamaja që më rriti, po unë se kam idenë të vërtetën. E qartë. Dhe fëmia, Foshnja, ka kaluar në Befotrofin e Tiranës. Në momentin që babai juaj ndoshta ka shkuar dhe e ka takuar, e ka vizituar se e ka patur të drejtën për ta takuar. Në momentin që është martuar dhe i është vënë kushti që nuk ta mbaj fëmijën nga gruaja, ai ka shkuar dhe e ka dorëzuar fëmijën shtetit përgjithmonë. Kur vajza ka qenë 5 vjeçe. Dhe në atë kohë, fëmijët kalonin nga një shtëpi jetimore në një shtëpi tjetër sipas grup moshave, që do të thotë nga 0 deri në 5 vjeç, motra juaj mund të jetë rritur në Befotrofin e Tiranës dhe në moshën 5 vjeç ka kaluar në Korçë dhe babain tënd mund ta kenë njoftuar që vajza ka kaluar në Befotrofin e Korçës, se sipas grup moshave ndaheshin edhe fëmijët. Ndaj ai e ka ditur që vajza e tij ka kaluar në shtëpinë e fëmijës Korçë. Se di, këtë ma tha kjo mamaja që më rriti. Por nuk dihet e vërteta. E kuptoj. Sepse ajo mund të jetë birësuar, ka krijuar familje, është bërë gjyshe si puna juaj sot, s'dihet si ka vazhduar jeta e Elionës. Eliona Baze, Eliana Baze, lindur në 1952, atësia Novruz, mëmësia Sade. E ama. Kështu që unë uroj dhe shpresoj e dashur Natasha, të zbulohet kjo e vërtet, uroj ta gjej motrën tënde. Inshallah do Zoti. Të bëj të lumtur. Inshallah do Zoti ma biti çik lumturi se deri me s'kam pa lumturi me sy. Dhe më vjen keq për ty, për gjithë histori që dëgjova. Por çfarë ka ndodhur? Pse ke humbur nga kjo jetë djalin? Qëni ishte i martu me 2 goca. U martu me 2 goca. Unë në atë kohë erdha me bashkim familjen në Amerikë, se thash të marrë qunin t'i bija të 2. Edhe gocë dhe qunin në Amerikë t'ishim motre vlla bashkë. Se nga që e dija që s'kisha njeri vetë, pak të thash ke një tjetri. Ju në Amerikë keni shkuar me llotari? Jo, bashkim familje me gocën. Ka vajtur vajza e para në Amerikë dhe më pas vajza ka qenë në 97-ën. Ka 2 djemë. Qunë e madhe ka të martu me 2 fëmijë, i vogli 28 vjeç. Edhe thashun edhe quni u ba sebeb. Tha mam, tha ik, baj bashkim familje, tha, se inshallah tha të bajnë me ne bashkim familje. Unë, sa të meja pasaportë, unë do këthesha. Por do sistemoje djalin, e qartë. Thash të marrë pasaportën, e pasaj ajo bashkimi familjar vazhdon të vetë. Desat ishe 12 vjetë, mas 12 vjetë dhe mund baja unë me qunin bashkim familjar. Unë 3 vjetë e gjysë kisha në Amerikë, quni di nga zemra. Wow. Në gjumë. Infrakt. Pra që të keqe, që minë që s'jam hedh një avioni, po nuk më të reguan, thanë, e kanë shtru në spitale, me në ne thash, ja kjo që, fati imi keq, kisha 6 vjetë që më kishe vdekim shoq. Ndodhe kjo e qunit. Edhe i ri 58 vjeç, ky 42 vjeç, edhe unë doja, nusja, kush nuse të donë në shpi. Edhe më mori goca që kur sa marun pun me qunin, bam 20, ma më tha, ti nuk e vetë ma këtu, hajde ke unë, tha që këtu më kej do shkatarojës, se kisha dhe ashtu, s'di që atë në zdua që ta shu, po nese, si ishte për mua. I qarë. Nuk ishte për mua që
Goca tha, kur unë tha mami, kur e mora veç doja ata të lija trit se goca cilat vogla, e ti përmbledhje atë. Mi po e pash atë, tha, nuk të donte ma, tha, në shtëpi, tha. E kështu që ishte kot të lija, tha. Thash kjo do prishet gjaku, do shkatrohet ma mirë, për e marrë me vete. Unë do ri këtu do ri zgocat, mam, njo mu tha, se nuk të do ajo, tha, e të dush ti, s'të do ajo. Edhe kështu. Dhe jeton me vajzën tënde dhe ka bërë mirë vajza që të ka marrë, se si vajza, sa do nusja t'jetë e mirë, vajza mbetet vajzë. Por fëmijët e djalit të ndjerit, mbesat, ke kontakte, janë rritur sot. Sa qenë të vogla, deri nga 2-13 vjeç, nuk më lati takoja i dite. Luft kam bërë, edhe nuk mi linte ti takoja. Edhe mirat, po hapë të ke njezit e mi dhe njezit e burit që ajo s'pyti për quni i ku ke goca. Unë mori goca se fa ajo nuk të do, gjoj që jo se doja unë, po kishe me në ke goca. Por ti ke pasur konflikte me nusën e djali që ajo u sol kështu pas vdekjes? Ajo që kur ka hyrë këtë ne në familjen tonë, qatë të them, ajo s'ishte për familjen tonë, 5 vjetë bam luft që mos e merë të quni, edhe unë u bana se bebë se thash, mos me hyjë qunit verimi le ta marri, s'ishte në atë, me gjitha të, e mori thash e bana ka bu, e do quni le ta marri, që vlun të gjithë njezi që shë mori se s'pikesh me qunë gjëkuni. E bana vetëm për quni mos hynë të qunë verimi, ajo as quni se kishte dash. Por me mbesat e tua, me gjakun tënd flet, të marrin sot që janë të rritura? Tani kam një 2-3 vjetë, vajta era funit se veja gjithmonë, biles ato ishin në shkollë, u rria lartë në taksi, që i qifja, sa s'më linte, vajta me motor në shkollë t'i takoja, drejtori shkrete e njifte atë motorën time, hajde tha, kur ajo kishte vojt, kishte banami, amani kishte thanë motorën sa i drejtori se më do më pushosh nga puna, mos hajde ma. Se kishe banamin, nuk duhen vajzat i takojnë, kishe mësu dhe gocat, që nuk duhen të takojnë gjyshe. Por ti nuk pate guximi të shkoj dhe të takoje dhe ti thoshe pse mi ndalon mbesat? S'kisha nerva, nuk isha nerva, isha shkatrume në atë kohë. Tani para 2-3 vjetëve qoj prapa të taksis, po ne kemi të familjes. E qartë, kuptoj. E atë shkojnë vorejze dhe i thash, shko dhe i e thash. Thuj, 3 vitë vë takojnë. Po nuk mi dhave këtë radhë, ishin ke 2-13 vjeqë, thashëm mos ju lutë, masi era tjera, thashëm, thuj, do i lesë të takojnë gjyshe, apo jo? Ajo kishe pretekse, jo, ajo karte era tjera, se s'kante i tako, moj po unela në del shkollës e veti rria i larkë se kisha frikë. Edhe pasaj i soli. Ai, ke takuar. E takova atë, jo veta, jo atë se kam pa me sy. E takova. Goca vogël tani është 21 vjeç, e madhja 25 vjeç mundësimjet. Dhe më vjen mirë që ke kontakte me mbesat. Ashtu thot goca, mami gjysma të keqes, mami po gjysma të keqes. Paktën si kur shef qunin, kur takon ato, se kjo e madhe i ngjan shumë qunin. Po dhe ato, nuk e di këto, si që flasin njerëzit, po ato e shoh që më duan më respektojnë shumë. Të kanë gjyshe. Kjo e madhja ka ca shenja, biles quni shkret donë dhe t'i vinë dhe emrin tim, Natasha. Ajo nuk pranoj. E la gocën në maternitet pa emër, e nxori e la pa emër një muj se s'donë të emrin tim. Pasaj ja ktheu ja vunë Natalia.
Natalia. Që mos vinte emrin tim, se donte, nuk e donte për qamet, e la pa emër gocën. Por gjithsesi ke kontakte me mbesat? Jo, kam shqyqyrë, kam. Edhe vete, më vinë, më marrin me makinë, më çojnë, më vend në për restorante, i çoj katë mund i çoj. Je lumtur dhe më vjen mirë për këtë gjë. E dashur Natasha, por bashkëshorti, pse iku kaq i ri? Aty në Amerikë ka vdekur? Jo, në Shqipëri. Në Shqipëri ka vdek, ai i ra trompos. Sa vjeç ishte kur vdiq? I mshoj 60 vjeç. Shumë i ri. Shumë i ri. Unë kisha 3 vjetorin, kur moshi 3 vjet, unë isha këtu për ika në Shqipëri, ja bana 3 vjetorin, 3 vjet kisha që kisha ardhur. Se ma la me goj, se nuk doja të vija, ma la me goj, shko ke gocat, se e shiftat, do të marrin për kam, do të trajtoj keti, e njeri urti, e drejt, më sri këtu, a i ma la me goj. Mirë, po u bana pishman se prej qunit, ika. Natasha, më the ke 20 vite në Amerikë, është e vështirë jeta aty? Në Michigan? Jo, e di si është puna, po të punosh, kudo që t'jesh, jeta është mirë. Po këtu ke shumë avantazhe. Mund të fillosh punë ku të duash ti. I trajtojnë punëtorët mirë, nuk është si në Shqipëri. Atë them gjithmonë. I trajtojnë punëtorët jo si në Shqipëri. Punon ku të duash. Vendi mundësirave quhet. Vendi mundësirave quhet Amerika. Goca maroj për gjulletësi. Vendri për histori gjeografi në Shqipëri dhe në pasat. Erdhën këtu, biles goca s'dinte as anglisht se kishe ba italisht atje. E qartë. Edhe bëri çdo lloj pune kur erdhi, se ishte me i çun, do t'i lindi dhe i çun tjetër, ne ti kaq kohë pa punë në shtëpi se viti fëmijë. Edhe filloi, tha mami, punoj në për restorante, në për këto që bajnë në këto. Qartë. Këto gjanat që bajnë në për këto mëngjesoret. Tha punoja, tha. Edhe tani vazhdoj shifeti me 3 muaj kurs a i hyrin ndihmës dentiste, që në Shqipëri nuk tipet kur ai shans. Me 6 muaj kurs mund të bësh një shkollë, 6 muaj kurs mund të ish infermiere. Ti jepe shumë shanse. Ai që do të punoj e the shumë bukur e gjen, le të themi, rrugën e mirë. Tu të punosh 2-3 punë, janë korçarët, punojnë nga 2-3 punë, të shofësh shtëpiat e korçarëve si shtëpia e Meroxhës. Se punojnë, janë të zotë e punës. Ai që punon, ha buku do. Po në Shqipëri nuk tipen këto shanse. Ke të drejtë. E dashur Natasha, si është një ditë e jotja sot aty, 76 vjeç? Ja, duke bërë gjellën. Duke gatuar. Duke bërë gatuar, vetëm gatimin bëj, në i lavatrice, në i këto që fusenët, kisenët, ato tjera ti bën goca, se s'më le, dhe mami mja mas ke lodhur, nuk më le, po më le edhe këto, thot, mos i bëj unë kur t'vi, po unë dhimë, se të dhe i bëj. Se ti e di nëna si është. Edhe unë që am rrit pa nën e di sa... Çfarë do thot fjala nën që t'ka munguar? Ju jeni e martuar? E martuar jam. Ta fëmijë? 2 fëmijë. Sa i ke fëmijë? Një 17, vajzën 10. Mashallah, të trojnë. E dashur Natasha. Shqyqyr. Të rojnë me fat. Të lungoja, të falenderoj nga zemra. Kjo është kryesor. Edhe më bëret më knaqe sot, mjafton që ma zune dhe jermotrën me gojë, se më i ka diti e kam qumë, më i ke Aida shtinon fillim fare, më. Unë nuk flisja, po futa një nusën e nipit, ajo në gjykat lartë, ajo interesu e bani, edhe ku erdi puna sajnë e pysë se nuk kemi ranë gjumë, Po ja, jemi bashkë të dy, uroj dhe shpresoj t'jetë një, le themi, një
live i suksesshëm dhe të gjendet motra juaj, por do të pyes dhe për motrën pyetjen e fundit. Desha të bëja pyetjen tjetër. Nuk e ndërmend të kthehesh në Shqipëri, me sa kuptoj do jetosh aty, do pleqërohesh tek vajza. S'kam njeri kush më bëjë me ku të fi unë s'kam njeri unë këtu ilaqet i kam pa lek, gjitha pa lek. Qofshe lumtur dhe... Rosh, po do vi si vjet në Qershok. Vjen në Shqipëri? Vjen, për para, kur ishte quni, vija vit për vit, po tani jenë 2 vjetë, jenë 3 vjetë, se s'kam dhe fuqi. Po si vjet do vi se do të vi goca me vandrin. Do vini të gjithë bashkë. Edhe kanë qef, kanë shumë, të dy kanë 10 vjetë që s'kanë ardhur. Dhe do vini, por gjithsesi nuk ka më mirë. Unë do vi të takoj. Të pres. Po si të gjej. Numrin tim e ke, më telefono, do të pres kur të vish. E dashur Natasha, nuk ka më mirë se të jetosh me vajzën. Marrëdhënia nënë e bie shumë e ngushtë, kështu që qofshe lumtur për asaj dhe ajo. E di si i thoni llafe, dakord jam me ty jam, se jam ku më madhe se ty ti e vajza ime. Sa vjeç jeti? 42. Goca ime 52, 10 vjetë. Po, shumë mirë ti dosh me vajzën, po me vandrin, jo. Po mirë ke vajzën. Kështu të dhe ime kur vjen tek mua. E lumtur jam, po prap, jam në siklet. Ke vajzën, ajo bërë gjithçka për ty. E shikon? Nëna shqiptare kështu janë. A i më le në gjumë, më gjenë gjumë, sa i punon në restorant menaxhere, dhe as më mjesa ndarë, rallë një të takojmë, s'takojmë. Jeta Amerikës. E dashur Natasha, dalemi tek historia e motrës tënde, pikërisht që nuk e ke njohur asnjëherë dhe është një histori e dhimbshme. Elianës, Eliana që sot i bie të jetë plot 74 vjeç. Nëse ajo ndodhet diku në Shqipëri, që gjithnjë dyshohet që është birësuar, është martuar, ka lindur fëmijë, është bërë gjyshe, s'dihet, mund jetojë dhe ajo jashtë Shqipërisë, nuk dihet. Inshallah, ai më fal se prevallaten, nipi është kështu, që i thonë këtyre me që janë dhe i bani atë që karkasteroza, që i thonë që janë kështu që ndjekin këto direktiv. Detektiv. Detektiv, po është në shtet, jo privat. Po. Edhe më mori bështymën, edhe ka kërkon të në gjithë botën. Po. E di. Po nuk u gjinë. Jo tha, nana, tha, nuk është jashtë shteti, tha, nuk ka dalë. Thash, ndofta. Gjithsesi. Ma bani një shkreti. E dashur Natasha, nëse motra jote do të shikonte, nëse motra jote do të shikonte, mendoj një moment, është gjallë, ndodhet diku, edhe ajo të kërkon nga ana tjetër. Ajo nuk di gja e shkreta, s'besoj të më kërkoj. Jo, por ajo po t'jetë birësuar, ndoshta kërkon të di kush është nëna dhe babai. Mase s'dim që ka motor. Por, nëse ajo do të shikonte, çfarë do i thoshe ti sot? Ku është ajo ditë ta takoja? E ëndërroj, në ëndër e shikoj. Ku ta gjej atë ditë, ta takoj le të vdes, vetëm ta takoj, ta di që është gjallë, e ta takoj, ku ta gjej? Ke një mesazh që do t'i përcjellësh? Mesazh, po kam mesazhin atë kur të takojmë të dyja, që jemi pakur. Kam mesazh. Dhe unë ta premtoj e dashur Natasha që do bëj maksimumin tim për të zbuluar të vërtetën e motrës tënde. Inshallah, do Zoti më doli dhe në horoskopi që do marrësh një haberi që e prej vitesh do ta vazhdoj jetë ky haberi. Beson të horoskopi. Beson të horoskopi, e ndjek horoskopin. Jo, nuk besoj, nuk shumë, po e qëlloj që e pash rastësisht edhe thoshte, thash qyqa, thash qa beri prej sun, një qminje tani që the ti, the mos është ky haberi. Ne do betemi të dyja së bashku në kontakt, ne sot
bëm prezantimin e kësaj historie, do jap maksimumin tim. Ti kish mirë ato fëmijë me jetë e me fat, edhe i kalofsh mirë, rofsh inshallah, do Zoti ma gjen, do Zoti. Amin. Mirë, mirupafshim Natasha. Mirupafshim. Rofsh, shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Uroj dhe shpresoj që Natasha Dushku, kjo 76 vjeçare, ta gjej motrën e saj, Eliana Bazën, që ajo është 2 vite më vogël, i bie të jetë 74 vjeç. Ndaj u bëjthiret dashur miq, kushdo që e njeh këtë histori, është i lutur të më telefonoj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ju falenderoj dhe juve që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni, përveç numrit mund të më shkruani edhe në faqet e mia në Instagram dhe Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori shqiptare, histori reale, histori njerëzore. Faleminderit miq, deri takohemi nesër. Mirupafshim.